Se juve do të bënit një krahastim shumë të shkurtër midis përvojës së dy drejtuesve të mëparshëm. Cili prej tyre ju ka impresionuar më shumë dhe prej të cilit keni marrë apo dëshironi që në përvojën e të cilit të mbështeteni? Unë e vlerësoj punën e të dy drejtuesve pararendës, dhe zotit Kraja dhe zotit Dumani. Secili prej tyre ka aftësi të veçanta që si ka tjetri. Zoti Kraja ka pasur eksperiencën më të gjatë në funksion, por u gjen në një periudhë të krijimit të institucionit dhe kishte vështirësi deri në plotësimin e stafit, ndërsa zoti Dumani vijoi në periudhë tjetër që kishte stafin e plotësuar, stafi konsoliduar, ndihmat përkatëse, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë që ka qenë kohë reale, dhe secili prej tyre unë patjetër që do kërkoj që të marr nga të dy këto drejtues, pra ato cilësi të mira të cilat i kanë pasur dhe dua që t'i përçoj dhe më tutje. Faleminderit. Në qoftë se unë do të votoja sot për ju dhe nesër do të vija në zyrën tuaj për një çështje time personale, si do të kujdesen ju për të mos sënuar pavarësinë dhe presionin? Po unë mund të kem një pozitë më të lartë se kjo e sotme. Unë e vlerësoj pozitën që keni, por para ligjit e kushtetutës keni asnjë lloj pozicioni dhe do respektoni si gjithë tjerët. Do respektoj si femër, do sa i bismi në i kafëm në gjë, po zgjidhja do jetë ligjore. Do me thënë fare. S'ka, sepse shumicëve u pëlqen kafeja në SPAK, dhe me vërtet e bëjmë të mirë kafe në SPAK, por patjetër me këto do ju respektoj. Unë në fakt nuk e pi kafen fare. Aq më mirë. Desha të di pak, si e